Çdo ditë një numër i konsiderueshëm qytetarësh paraqiten në spital për kontrolle mjekësore, duke krijuar një fluks të madh pacientësh. Nisur nga kjo situatë, shefi i urgjencës në Spitalin Rajonal të Shkodrës, Ardian Dajti, i bën thirrje qytetarëve që të drejtohen fillimisht tek poliklinika për shërbime mjekësore të zakonshme. Kjo synon të lehtësojë ngarkesën në spital dhe të sigurojë që aty të trajtohen vetëm rastet që janë në gjendje të rënduar, të cilat kanë nevojë për trajtim urgjent. Një ngarkesa e zakonshme që ka në spital rajonal. Është në këtë moment përfitoj nga rasti që të bëj një apel ose të sensibilizoj qytetarët që ka fillu aktiviteti i poliklinikës, aty përveç se çdo ditë janë specialistët, ka pothuajse gjithë llojet e specialistave, por aty ka dhe eku, ka aparat radiologjie të ri digital, kështu që një pjesë e mirë tyne mundën mi zgjidh ato probleme që kanë edhe në poliklinikë. Kjo e në mundësi që të sfumohet pak ose të shfryhet pak ngarkesa e spitalit edhe të marrin shërbim më të mirë ata që kanë më të vërtet nevojë për shërbime urgjente. Kjo është edhe arsyeja e këtij apeli që mos ta krijojmë këtë fluks pa nevojshëm edhe thashë ta përqendrojmë vëmendjen aty ku duhet, sepse këtu të gjithë rastet janë të një shkallë vështirësie, thashë ne përdorim edhe kodet për këtë punë. Pra ne kryesisht të japim shërbimin e shpejtë, duan edhe cilësor për ata që janë në emergjenca ekstreme me kodin e kuq, ndërsa të tjerët kanë mundësi me gjendje më të lehtë të presin të marrin shërbimin në mënyrë të diferencuar për atyre që kanë kodin e kuq. Kjo ndodh për shkak se një pjesë e qytetarëve nuk janë në dijeni të shërbimeve që ofrohen në poliklinikën e qytetit, thekson Dajti. Po mendoj që duhet mos kenë njohurinë e duhur se ka filluar ose qëllimin e shërbimit të poliklinikës, sepse atje referohen për mjekëve të familjes edhe me sistemin e referimit. Kurse këtu mirë është filtrohen edhe të vinë vetëm rastet që kanë nevojë për me marrë shërbimin urgjent. Qytetarët shkodran dhe jo vetëm mund të marrin shërbimin e duhur në kohë në poliklinikën e qytetit të Shkodrës, duke shmangur mbi ngarkesën dhe duke lënë të trajtohen në spital vetëm rastet e rënda.